Gjatë vitit 2024 në Shqipëri janë regjistruar 32.653 vepra penale, duke regjistruar një ulje me 3.5% krahasuar me vitin 2023. Por e kundërta ka ndodhur me autorët e dyshuar që pësuan një rritje prej 1.4%. Nga të dhënat e Institutit të Statistikave për vitin e kaluar, bëhet me dije se numri atyre që u përfshin në vepra penale arriti në 40.057 persona, ndërsa pjesa më e madhe e krimeve prej 36% kryen nga grup mosha nga 30 deri 44 vjeç. Në 93.7% shkelësit e ligjit janë meshkuj. Sa i përket ndjekjeve penale, sipas të dhënave të Instat, gjatë vitit 2024 janë regjistruar 13.167 persona të pandehur, 5.7% më pak krahasuar me një vit më parë. Rënje ka pësuar edhe numri të burgosurve, prej 4.491, ose 13.1% më pak krahasuar me vitin 2023. Në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, grup mosha 21 deri 29 vjeç ka numrin më të lartë të burgosurve. Personat nën 20 vjeç dhe mbi 60 vjeç ka numrin më të ulët të burgosurve. Nga analizimi i shifrave rezulton se veprat penale, krime kibernetike, përndjekje, vrasje me dashje, vjedhje duke shpërdoruar detyrën, dhuna në familje, pastrimi i produkteve të veprës penale, krime seksuale, krime me dashje kundër shëndetit dhe shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor janë rritur krahasuar me vitin e kaluar, ndërsa pjesa tjetër e veprave penale ka pësuar rënje.